Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Çka pasuri që e ke mbledh, çka pasuri që e ke tubu, e ke grumbulluar, se ke dhon, se ke shpërndar, se ke paguar, se ke bën kështu më radh, nuk ka me të kry punë kur taradda. Kur të hudhësh. Subhanallah, hudhi ka Allah zotja. Çfarë hudhje? Komentet dietar janë në dy nivele, sepse s'kan kurrë me tjetër. E para kur të hudhet në varr. Shikoj, domethënë pasuria në esencë jep mirë vlerë, në esencë, apo. Por keqpërdorimi i pasurisë e ka zhvlerësuar njeriu deri në atë masa që gjunë që në varr. Parmen e ka humb, na nuk bëjmë kështu si njerëz, na e varrosim. Po Allah, po kur të hudhesh në varr, nuk ka më të kry punë pasunia, nuk ka më të kry punë autoriteti, nuk ka më të kry punë kooperacia, s'ka më të kry punë kur gjë. Andaj kjo ma i ka dy kuptime. Disa ulema thonë e ka kuptimin e pyetjes. Wa ma yughni anhu malu idha taradda. E çka i kryen punë pasuria kur të hudhet në varr? Çka të kryen punë? Çka kemi marrë me vete? Kur gjë. Ose ma thonë mohuse. Nuk e kryen punë kur gjë. Pasuria kur të hudhet në varrin e tij. S'kryen punë. Kryen punë që fema men ata, që i ka dhon ki me gjet. Wallahi që i ka dhon ki me gjet. Aja që i ke marr ka shkuar Allah. Ka shkuar ata. Prandaj Allahu na mëson që të shikojmë në pasoja, të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm që ta synim suksesin, po përmes rrugëve të duhura të suksesit, jo përmes rrugëve të imagjinuara dhe rrugëve që epshin a qenë ka ato nga se ajo jetë është më e vështirë. Wallahi ajo jetë është më e vështirë. Dikush mendon se ata që janë në epsh, ata që janë për shembull larg namazit, larg besimit, kënaqen, kanë jetë një vallahi, ajo jetë e vështirësuar, ajo është jetë e komplikuar. Jeta e lecuar është jeta me besimin në Allah xhallahu ala, nga se është lehtë me tu, është në përputhje me mendjen, me natyrshmërinë, është në përputhje me njerëzimin komplet që Allah në te ka krijuar njeriu. Prandaj janë të lehta këto punë, por atij që Allah ka lecuar për shkak se e ka një rrugën e duhur.